këtë fjalën që i the Gjestit është teksti një këngë. Cilës këngë? Zev Beka, Princi Markavdyli. Dhe Gjestit gjete me ju përgjigj me fjalët e Zev Bekës. Ja. Pse ja the Gjestit atë? As pak. Ma thuj pse ja the? Ja mora se po kthehemi mbrapa tash më rigjë që besoj që konga është e huja, nuk e kam bërë. Ta sqaroj ta që Zefin kështu përball. S'ka nevojë ma që Zefin përball. S'ka nevojë. Pse ju përgjigjet Gjestit me? Pse ju përgjigjet Gjestit ti me një këngë? Ku ishte? Ku ishte? Për jetën time nuk i kam Atëherë pse përdore ti këtë fjalë? Pse e përdore? E mora si shembull të keq, sepse pas prajmit unë e kuptova zemrën e zezë që ka të pas ai edhe ti edhe këtë zemrën e zezë. Çe ke të zemrën e zezë? Dhe Çe ke këtë? Kush ta prish dasmën? Unë ta prish dasmën? Je i sigurt që unë ta prish dasmën? Shumë i sigurt edhe i lirë. Edhe fisnik janë çu vetëm prej te e kanik se ti ke ardhur as dorën se apo me rrobat. E para një herë, ti agimin me gjithë respektin e ke pa atëherë për herë të parë. Aty. Gabim. Kur jetate se ke pa agimin. Okej. Unë me agimin kam let më shtëpi si shporiti sot me mua. Si shporiti sot me mua. Nuk është arsye pse ai iku. Ti nuk je këtu për të kërkuar mua llogari. Okej. Nuk je këtu për të kërkuar llogari mua për agimin dhe për ti je këtu. Jo, s'problem e fal. Kush je ti valla? Jo, nuk problem. Unë jam Ozana Radi, si je ti Ozmar. Nuk ekziston në dasmë, mi sheh pa dëshirë.